Chelsea besoi një humbje të rëndë në Premier League kundër Sunderlandit të Granit Xhakas në javën e 9 të kampionatit anglez. Ekipi drejtuar nga Enzo Maresca u përmbys vetëm në çastet e fundit të sfidës duke u dorëzuar para Granit Xhakas me shok. Blut kaluan të parët në avantazh fal Garnachos, që në minutën e 4 të takimit, por barazimi erdhi në minutën e 22 nga Isidore. Vetëm në minutat e fundit fal një kundërsulmi, Talbi gjeti rjetën duke ngritur në fest miqt, të cilët për momentin gjiten në vendin e dytë të renditjes në Premier League. Ndërkohë në takimin tjetër të mbrëmjes, Newcastle mundi 2-1 Fulamin. Ajo që ra në sy pas ndeshjes ishte se Granit Xhaka, pas festës me shokët e ekipit dhe me tifozët që kishin mbërritur në Londër për të mbështetur ekipin e tyre, ju drejtua tribunës ku ndodhej Ramiz Ladrovci, kryetari i cili e fitoi komunën e Drenasit për një mandat të 4 radhazi, ishte në tribuna për të mbështetur yllin shqiptar dhe Xhaka i dhuroi atij fanellën e ndeshjes. Po ashtu në tribuna kishte edhe tifozë të tjerë shqiptar të cilët kërkuan të takonin Xhakën. Ai u foli në gjuhën shqipe dhe një prej tyre u dëgjua teksa i thoshte se kishte ardhur nga New Yorku vetëm për të ndjekur ndeshjen midis Chelsea dhe Sunderland në mënyrë që ta shihte Xhakën në fushë. Kryetari i komunës së Drenasit duket se ngeli pa koment nga veprimi i kapitenit të Sunderlandit, yllit shqiptar Granit Xhaka. Kapiteni i kombëtares së Zvicrës vrapoi drejt tribunës dhe e përqafoi Ladrovcin. Ramiz Ladrovci pranoi edhe fanellën e Granitit me numrin 34. Granit, faleminderit, je legjend. Ky vrapi yti, përqafimi dhe dhurata më bëjnë krenar me edukatën tënde. Faleminderit familja Xhaka, faleminderit Ragib Tauland, respekt Granitit, je i paarritshëm kampion, ka shkruar Ladrovci në profilin e tij në Facebook, ku ndan një foto nga takimi i përzemërt me Granit Xhakën dhe një tjetër me fanellën e tij në dorë. Sì, hai visto? Allora,